Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një tekst autorial për Indian Express tha se India është e palëkundër në mbështetjen e saj për integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë, duke ruajtur qëndrimin parimor për mosnjohjen e shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Duke folur për samitin mbi ndikimin e inteligjencës artificiale, cili po mahet në New Delhi, Vučić thotë se samiti synon të sigurojë që inteligjenca artificiale të mos jetë e rezervuar vetëm për pakicat e privilegjuara. Presidenti i Serbisë është në Indi ku do të marrë pjesë në këtë samit. Zyra për Kosovë dhe Metoi njoftoi se me rastin e 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës së Serbia, duke luftuar për sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, mbron jo vetëm interesat e saj jetësore, shtetërore dhe kombëtare, por edhe vetë themelet e rendit juridik ndërkombëtar të bazuar në Kartën dhe vlerat e Kombeve të Bashkuara. Deklarata gjithashtu thotë se të drejtat e njeriut të serbëve në Kosovë janë të kërcënuara në një masë të tillë sa mund të thuhet pa asnjë hezitim se ata janë populli më i rrezikuar në Europën moderne. Festimi 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë filloi me ngritjen e flamurit para ndërtesës së qeverisë së Kosovës dhe në ceremoni morën pjesë presidenti Vjosa Osmani, kryeministi Albin Kurti dhe kryetaria e parlamentit Albulena Haxhiu. Pas kësaj u zhvillua një seancë zyrtare e qeverisë së Kosovës në të cilën kryeministi Kurti theksoi se në këtë ditë nuk mund të mos kujtohen ata që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe tani thot ai janë padrejtësisht në Hag. Në seancën ceremoniale të Kuvendit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se në këto 18 vjet Kosova është bërë një shtet që mbron të vërtetën parlamentare. Ju drejtua edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili tha se Shqipëria do të qëndrojë pranë Kosovës derisa flamuri i Kosovës të valvitet në të gjitha organizatat. Programi festiv vazhdoi me një paradë të forcave të sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Pas dite, presidentja, kryeministi dhe kryetaria e Kuvendit organizuar një pritje ceremoniale. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surlić, thotë se që nga viti 2008 Bashkia Ndërkombëtare ka arritur që Kosovën ta funksionojë si një sistem politik i veçantë, që të ketë të gjitha institucionet që përfshin pushtetin ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, por që nga pikpamja politike së jashtme Kosova nuk ka përparuar shumë. Analisti Blerim Burjani theksoi se dita pavarësisë është ditë më e rëndësishme për Kosovën, por se ajo përfaqëson edhe një përgjegjësi për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe se ka ende shumë punë për të bërë në mënyrë që Kosova të arrijë zhvillimin ekonomik, integrimin në Bashkimin Evropian dhe të ketë një mbrojtje të qëndrueshme. Ulëmtuesi politik Aleksandar Shluka thotë se partnerët ndërkombëtar mbështeten pavarësinë e Kosovës sepse udhëheqësit shqiptar të Kosovës atëherë garantuan një sër të gjërash të drejtash për komunitetin jo shumicë serb, por se kjo nuk u respektua veçanërisht në praktikë. Ishi dërguar i special i Bashkimit Evropian për Kosovën, Wolfgang Petrić, i cili mori pjesë në negociatat e Rambujës, tha se Kosova duhet të angazhohet sinqerisht me pakicat, veçanërisht me komunitetin serb në veri dhe pas një periudhe të gjatë pasigurie demokratike të ketë një qeveri funksionale dhe efikase. Kjo do ta shndronte Kosovën në një shtet të rritur evropian, tha Petrić, dhe theksoi se sfida vërtet për Kosovën është të krijojë kushtet që brezi i ri të shohë të ardhmen e vet brenda Kosovës dhe jo jashtë saj. Dhomat e specializuara të Kosovës njoftuan se deklaratat hyrëse të mbahen me 27 shkurt në rastin e pengimit të drejtësisë i cili po zhvillohet kundër Hashim Thaçit dhe 4 të pandehurve të tjerë. Aktakuza akuzon Thaçin se u ka dhënë të pandehurve të tjerë informacione konfidenciale në lidhje me dëshmitarët e prokurisë në çështjen e krimeve të luftës kundër Thaçit dhe ka urdhëruar ata që të ndikojnë në dëshmitarët e dëshmitarëve të prokurorisë. Argumentet përfundimtare të mbrojtjes në gjyqin e Thaçit dhe ish udhëheqësve të tjerë të UÇK-s duhet të përfundojnë nesër në Hag.
Moti nesër në mëngjes në veri të Serbisë kryesisht i kthjellët me ngricat e lehta dhe me vranësira në pjesën tjetër të rajoneve, pjesërisht me vranësira dhe me ngrohtë gjatë ditës do të fryjë erë lehtë dhe e fortë perëndimore dhe veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 2, kurse ajo maksimale ditore nga 6 deri në 11 gradë Celsius.